Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama kërkon dialog me protestuesit për zvërnecin, akuzon vende që nuk e duan zhvillimin e Shqipërisë, qytetarët të mblidhen sërish në shesh. Zhbllokohen llogaritë bankare të investitorëve nga Katari për zvërnecin, por SPAK po vjon hetimet për tokat pas pretendimeve për tjetërsimin e pronave. Tragjedinë në Shëngjin, 2 të rinë mbytën teksa kishin hyrë në det për t'u larë, 2 të tjerë në gjendje të rënë në spital, dyshohet se u rrëmbyen nga dallgët. Shqipëria luan sot ndeshje miqësore kundër Izraelit, Tekniku Maran sjell ndryshime në formacion, lojtarët janë optimist për fitore. Vjoj me lajmet. Për të 4 ditë radhazi, qytetarët janë mbledhur në protestë kundër ndërtimit të resortit luksoz në Zvërnec. Për shkak të ndeshjes miqësore Shqipëri-Izrael që mbahet në stadiumin Air Albania, rruga drejt zyrës së kryeministrit Edi Rama ishte bllokuar me gard metalik. Protestuesit janë përplasur me policin duke tentuar të vjojnë marshimin drejt kryeministrisë. Tubuesit kanë arritur të çajnë kordonin e policisë, ndërsa drejt tyre është hedhur ujë me qëllim shpërndarjen, por nuk është arritur. Përplasja mes protestuesve dhe policisë ka zgjatur vetëm pak minuta, pasi uniformat blu kanë larguar nga rruga makinat dhe gardin policor, duke lejuar qytetarët që të afrohen pranë kryeministrisë dhe të vjojnë protestën për zvërnecjen. Kryeministri Edi Rama ftoi në dialog protestuesi që kërkojnë dorëheqjen poshtë zyrës për çështjen e zvërnecit. Ai tha se influencat e jashtme që vijnë nga vende të cilat nuk e duan zhvillimin e Shqipërisë synojnë të pengojnë investimin. Rama përshëndeti edhe veprimet e ndërmarra nga prokuroria e posaçme për zvërnecjen. Protestat qytetare për çështjen e zvërnecit kanë sjellë sërish reagimin e kryeministrit Edi Rama. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, në një dalje për mediat, kreu i qeverisë sqaroi se është i hapur për dialog, por jo me ata që sipas tij janë të kurdisur nga jashtë. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Influencat e jashtme, Rama tha se vijnë nga vende që nuk duan zhvillimin e Shqipërisë. Forcat kundër Bashkimit Evropian, forcat kundër zhvillimit të vendeve që i duan nën sqetull apo që nuk i duan të forta, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situatat të kësaj natyre duke përdorur në radh të parë çështjet e ambientit. Thirrjeve të protestuesve për dorëheqjen e tij apo burgosjen, kryeministri u dha këtë përgjigje. Për sa i përket burgut, kjo është një temë që meriton vetëm një koment nga ana ime. Koha kur njerëzve u tregoi burgu në për rrugë, është një kohë të cilën e kemi lënë shumë pas. Shefi i ekzekutivit sqaroi dhe hetimin për çështjen e pronësisë, që sipas tij do të marrë zgjidhje nga prokuroria e posaçme. Që SPAK-u ka vendosur të mbajë të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi, për të cilin ka një proces hetimor. Rama tha se resortet luksoze janë domosdoshmëri për të rritur ekonominë dhe se nuk do t'i ia heqë Shqipërisë qafe me vetdije këtë projekt. Llogaritë bankare ku ndodhen 195 milion euro të investitorëve nga Katari janë zhbllokuar nga prokuroria e posaçme. Ndërkohë SPAK po vjon hetimet për zvërnecjen pas pretendimeve për tjetërsim të pronave. SPAK ka zhbllokuar llogaritë bankare të administratorit të Albanian Land Development pas hetimit të nisur për tjetërsim pronash në Zvërnec. 2 prokurorët e posaçëm, Altin Dumani dhe Elida Kaçkini, vendosën të çlirojnë llogaritë e Redistrugës në një vlerë prej 195 milion euro, para të cilat kanë ardhur në Shqipëri me qëllim të investohen në zonë.
Kompania e cila zotërohet nga dy sipërmarrësit e njohur nga Katari, vëllezërit Moutaz dhe Ramez Al Khayat, ka për administrator pikërisht Redi Strugën. Sekuestroja erdhi pas dyshimeve se pronat në Zvërnec janë përvetësuar në mënyrë të palishme, por në më pak se 24 orë nga publikimi i lajmit, SPAK ndryshoi qëndrim. Mes ditën e së shtunës në Zvërnec, përballja e policisë private me protestuesit shkaktoi reagim të gjerë publik si dhe protesta. Prokuroria e posaçme nisi menjëherë hetimet jo vetëm për konfliktin, por edhe për mënyrën se si janë përfituar pronat për të cilat ka ende pretendime nga palët. SPAK ka bërë të ditur se çështja ndodhet ende në fazë procedurale. Policia e Vlorës ka vënë në pranga 2 persona të tjerë pas protestës së zhvilluar me 30 maj në Zvërnec. Ata akuzohen se në bashkëpunim me Geralt Bibën kanë tërhequr me forcë drejt vendit të rezervuar për rojet një prej protestuesve duke i shkaktuar atij dëmtime trupore. Nga verifikimet rezultoi se 2 personat e ndaluar nuk figurojnë të regjistruar apo të licencuar nga asnjë subjekt për shërbim privat të sigurisë fizike. Ndërkohë gjykata e Vlorës ka caktuar për ta masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale heqja e paligjshme e lirisë. Lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike mbështet plotësisht investimin në Zvërnec, por sipas tij është kryeministri Edi Rama ai që po dëmton këtë projekt. Kreu i PD-s thotë se protestat kanë ardhur për shkak të mungesës së transparencës nga ana e qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi mbledhjen me deputetë demokratë për të sqaruar pozicionin e forcës më të madhe të opozitës në raport me zhvillimet e fundit për investimin në Zvërnec. Për rreth një orë, Berisha preku çdo aspekt të kësaj ngjarje, duke theksuar se PD mbështet investimin në Zvërnec, por respekton të drejtën e çdo kujt për të protestuar. Ne dënojmë dhunën, respektojmë të drejtën e çdo njeriu për protest, natyrisht ne mbështesim absolutisht investimet e huaja, ne respektojmë dhe mbështesim të drejtën e pronarëve në çdo metër katror. Gjatë lidhjes së grupit parlamentar, Berisha përsëriti qëndrimin e hershëm të tij se mbështet investimin e dhëndrit dhe vajzës presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në ishullin e Sazanit dhe në Zvërnec. Arsyeja bazë pse kam thënë po, ka qenë kjo dhe e kam lidh me parat. Me këtë, unë absolutisht nuk kisha asnjë dyshim se Edi Rama po blente influenca politike. Nuk dyshoja fare në këtë, por përsëri për mua interesi kombëtar, interesi i vendit dilte mbi këtë. Berisha deklaroi se ky investim duhet ishte fest për Shqipërinë, por procesin sipas tij po e dëmton kryeministri Edi Rama. Në këtë proces që duhet ishte një zhvillim ta quajmë festiv për shqiptarët që investoheshin 2 miliardë apo 3 miliardë, sa thot tani ky e ka shtruar këtë në procesin më të mbyllur. Sipas Berishës, mungesa e transparencës nga ana e qeverisë është arsyeja e situatës së krijuar sot të revoltës së qytetarëve. Keni pa ju zonë të zhvillohet rrethuar me tela me gjemba? Po si mund të ndodhi kjo? Si mund të ndodhi kjo? Çfarë po ndërton ti aty? Kam përqendrimi po ndërton dhe bën sikur se ka ditur, e ka urdhëruar vetë. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha theksoi se investimi është në dobi të shqiptarëve, por ai kritikoi qeverinë se nuk po mbron investitorin përballë problemeve të pronësisë, duke sjellë në vëmendje se ka një ligj që në raste të tilla është shteti që ndërhyn për të dëmshpërblyer pronarët e për të mbrojtur investitorin. Sipas Berishës, me këtë qasje qeveria do të mbajë përgjegjësi për largimin e investitorit më të madh. Një ngjarje tragjike u shënua këtë të mërkur në Bregdetin e Shëngjinit, ku 2 persona raportohet se kanë humbur jetën, teksa ndodheshin në det. Ata janë rrëmbyer nga dallgët e forta së bashku me 2 të rinj të tjerë për shkak të rrymave të forta. 2 prej të rinjve u mbytën, ndërsa 2 të tjerë ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore. Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes. Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi premtoi se çështja e aeroportit të Vlorës do të zgjidhet shumë shpejt. Ai tha se u ka lënë një muaj kohë drejtuesve të kompanive ndërtuese për t'i dhënë fund konflikteve mes tyre. Qeveria kërkon një zgjidhje për aeroportin e Vlorës.
Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi bëri me dije se I është vendosur një afat 30 ditor ortakëve që po punojnë për ndërtimin e aeroportit për të zgjidhur mosmarrëveshjet mes tyre. Unë I kam dërguar një shkresë së fundmi, ku I kam kërkuar në mënyrë absolute që mosmarrëveshjet tregtare civile që ato kanë me njëri tjetrin nuk duhet të jenë shkak për bllokimin apo mos operimin e aeroportit Vlorës, duke I vendosur po ashtu një afat 30 ditor që të zgjidhin këtë mosmarrëveshje civile që kanë me njëri tjetrin. Ministri theksoi se për çdo ditë vonese do të ketë penalitet. Përfundimi I tij patjetër do bëhet në mënyrën sa më të shpejtë të mundshme, sipas afateve që vetë kompanitë kanë kërkuar për t'i vënë. Ndërkohë, po ashtu element I rëndësishëm që dua ta theksoj, faktin që për çdo ditë vonese dhe për çdo muaj vonesë ka penalitete. Ndërkaq, pas mbledhjes së qeverisë, Ministri I Financave Petrit Malaj bëri me dije se është krijuar Banka Shqiptare e Zhvillimit. Koncepti I bankës është që të financojë ato sektor të cilët janë të nënfinancuar, të financojë ato ndërmarrje të cilat nuk kanë akses në financë, si dhe të financojë dhe projekte strategjike të qeverisë shqiptare. Ai shtoi se ndër sektorët prioritar të identifikuar janë bujqësia, agropërpunimi, projektet infrastrukturore strategjike, si dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Prokuroria e posaçme kërkoi dënimin për 11 të pandehuri që u ndan nga dosja e Erion Veliajt pasi kërkuan gjykim të shkurtuar. SPA kërkoi që ish-deputetja socialiste Klotilda Bushka të dënohet me 600.000 lekë gjobë, ndërsa sipas gjykimit me procedurë të shkurtuar, asaj do t'i duhet të paguajë 400.000 lekë nëse gjykata është shpallfajtore. Dy prokurorët e posaçëm, Altin Dumani dhe Olz Dado, në pretencën e tyre nuk kanë kërkuar dënime me burg. 5 vjet shërbim provë është kërkuar për disa bashkëpunëtor, Ina Goxhaj, Elman Bule dhe Adela Kondakçi. Edhe Fatmir Bektashit ju pezullua dënimi me burg, kompania e tij Kontakt, por edhe të gjitha shoqëritë e tjera duhet të gjobite në masa të ndryshme administrative. Ndërkaq që Erion Veliaj dhe gruaja e tij Ajola Xoxa po gjykohen të ndarë me procedurë të zakonshme. Policia nuk ka mundur të gjejë ende asnjë gjurmë të autorit të grabitjes së bankës në kryeqytet. Në Pranga ka përfunduar Roja, I cili nuk ndodhej në vendin e tij kur grabitësi hyri në bankë me një pistolet të dyshuar si lodër. Policia e Tiranës ka arrestuar rojen private të bankës që ra prej grabitjes mesditën e së martës, ngjarje ndodhur në mes të Tiranës në afërsi të stadiumit Selman Stermasi. Sipas burimeve në Pranga ka përfunduar 60 vjeçari Femi Çullaj, punonjës I shoqërisë private që ishte pozicionuar si roje pranë kësaj banke, I cili akuzohet se nuk ka vepruar në momentin e grabitjes. Roja është larguar përkohësisht gjatë orarit të shërbimit dhe nuk ka marrë masat e nevojshme për sigurimin e ambienteve të brendshme të bankës. Sipas burimeve, në momentin që grabitësi hyri në filialin e bankës, ai nuk ndodhej aty dhe nuk kishte siguruar derën me çelës. Ndërkohë policia ende nuk ka identifikuar autorin e grabitjes. Ky I fundit u fut me armëzjarri brenda bankës, por hetuesit kanë dyshime se arma ka qenë lodër dhe jo pistolete vërtet. Me skafandër në kokë, autori është futur brenda ku arriti të grabis 10.000 pound një qytetareje, si dhe shumë të mëdha parash nga arkat e bankës. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa kërkoi që politika të ngrihet për tendasive. Ai tha se vendit I duan institucione të forta që të përmbushin aspiratën e integrimit në Bashkimin Evropian. Presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Prishtinë në kuadër të turit të tij në vendet e Ballkanit Perëndimor. Si fillim ai u takua me ushtruesin e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu dhe më pas me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Në fokus të bisedimeve ishte agenda evropiane e Kosovës, stabiliteti rajonal dhe rëndësia e konsensusit kombëtar për çështjet që lidhen me Bashkimin Evropian. Pas takimeve, Costa reagoi edhe në rrjetet sociale, kur I theksoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Partneriteti ynë vjen me përgjegjësi. I inkurajoj udhëheqësit politik ta bëjnë integrimin në Bashkimin Evropian një përparësi përtej ndarjeve politike dhe të punojnë së bashku drejt këtij qëllimi të përbashkët. Kosova ka nevojë për institucione të forta, të qëndrueshme dhe funksionale, të afta për të zbatuar reformat, duke shfrytzuar mundësitë që ofron Bashkimi Evropian dhe duke përmbushur të gjitha angazhimet e dialogut Beograd-Prishtinë.
Vizita e tij në Prishtinë është pjesë e një turi rajonal që ka nisur më 1 qershor në Sarajev. Pas ndalesave në Tiranë dhe Shkup, ai do vazhdojë më 4 qershor në Beograd, ndërsa më 5 qershor do të marrë pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Malin e Zi. Panajiri gastronomisë detare është organizuar nga Marina Orikum duke tërhequr shumë vizitorë vendase të huaj. Mes atmosferës festive, ata kanë shijuar gatimet më të mira që ndërthurin produktet e detit me kulinarin tradicionale. Marina Orikum, e para dhe vetmja aktive në Shqipëri, po konsolidon gjithnjë më shumë rolin e saj si destinacion elitar i turizmit detar dhe një pikë referimi për zhvillimin ekonomik, kulturor dhe turistik të rajonit të Vlorës. Përtej funksionit të saj si infrastrukturë moderne për lundrimin dhe mikpritjen e jahteve, Marina Orikum po shndrohet në një qendër aktivitetesh që promovojnë vlerat lokale dhe pasuritë e zonës. Në këtë frym u organizua panajiri i gastronomisë detare, një event që solli në zemër të Marinës shihet autentike të bregdetit shqiptar, i konceptuar në formën e një darke me smish, në moton zbulo, degusto, shio. Aktiviteti mblodhi vizitor vendas dhe të huaj në një atmosferë festive, ku show gatimi, degustimet, marketi i peshkut, produktet vendase dhe koncerti muzikor krijuan një eksperiencë të plot mes shijeve, traditës dhe argëtimit. Panajiri vuri në qendër produktet e detit dhe përpunimin cilësor të tyre, duke promovuar potencialin gastronomik të Vlorës si një dimension i rëndësishëm i ofertës turistike të rajonit. Formati i hapur i shijimit krijoi mundësi për njohjen e produkteve lokale nga turistët e huaj, duke rritur interesin për kulinarin shqiptare dhe duke kontribuar në promovimin e prodhimit vendas në tregje të reja. Për Marina Orikum, aktivitetet të tilla forcojnë pozicionimin e saj si një destinacion që ofron më shumë se peizazh dhe infrastrukturë moderne, një hapësirë ku takohen turizmi, kultura, gastronomia dhe ekonomia lokale. Ndërsa për Vlorën, këto iniciativa përkthehen në më shumë njohje ndërkombëtare, më shumë mundësi për bizneset lokale dhe një ofertë turistike më të pasur gjatë gjithë vitit. Sonte në stadiumin kombëtar zhvillohet ndeshja miqësore Shqipëri-Izrael. Kjo është hera e parë për trajnerin e ri Rolando Maran, që do të drejtojë Kuqezint. Ai pritet të bëjë disa ndryshime në formacion dhe sidomos në aspektin taktik. Luis Hasa dhe Kristian Aslani besojnë se Shqipëria ka aktualisht një grup shumë të fortë lojtarësh. Shqipëria do të luajë sonde në mbrëmje miqësorën e parë të qershorit kundër Izraelit. Kundërshtari nuk është një ekip shumë i fortë, por gjithsesi është një skuadër që rënditet në vendin e 77 në FIFA dhe është një test impenjativ për Kuqezit. Fakti që Izraeli do të jetë momenti i debutimit të stafit të ri teknik në stol, me në krye trajnerin Rolando Maran, e bën edhe më të rëndësishme sfidën për Shqipërinë. Maran ka pasur pak kohë në dispozicion me lojtarët për të përgatitur miqësorën, mirëpo disa ndryshime që sonde do t'i shohim, sidomos në rrjedhtimin taktik që megjithëse do të jetë 4-3-1-2. Alen Sherri është zgjedhje e detyruar për portën në mungesë të Strakoshës, ndërsa në mbrojtje asnjë risi, me Hysaj dhe Mitajt nga krahët, Gjim Shitjen dhe Jetin në qendër. Në mesfush tresha pritet të jetë Julian Sheu, Aslani dhe Ramadani, e përpara tyre ndoshta Nedim Bajrami në mbështetje të sulmuesve Broja dhe Uzuni. Hapësirë në këtë ndeshje me siguri do të ketë edhe për Luis Hasan, djalushtin e talentuar që ka përfaqësuar Italinë deri tani në të gjitha etapat e grupmoshave. E sfundmi ju përgjigj pozitivisht ftesës së federatës për të përfaqësuar kombin e tij. Emocioni madh sepse unë i patëm ndjek vetëm televizor, edhe ndeshjen e fundit isha si tifoza, i menjën këtu si litar e kombëtarës. Inshallah më japi mundësinë, unë do jem gati, këtë stadiumi e parë që jam këtu, dhe jetë emocion shumë e madhe për mua edhe për prindit e mi. Hasa ashtu sikurse edhe Kristian Aslani besojnë se ky është një grup i fortë i lojtarësh që ka kualitet për ta mbyllur si kryesuese Ligën e Kombeve që nis në shtator. Ky ekip ka shumë kualitet, ka shumë cilësi edhe për mua ky ekip është i fortë. Objektivi jonë është veni i parë tani, siç tham do përgatisim këto dy ndeshjet, pastaj do mendojmë për Nations League. Pavarësisht se janë dy ndeshje miqësore, neve do japim maksimumin për të fituar, edhe për të arrit gati këtë Nations League e të kualifikojmë me një pozicion të lartë.
Masat e sigurisë për duelin sonde në orën 20 në stadiumin tonë kombëtar në Tiranë do të jenë edhe më të mëdha në raport me ndeshjet e tjera. Policia njoftoi masat shtuara dhe kontrollet e imtësishme në hyrjet e tifozëve për të shmangur sipas uniformave blu, futjen e sendeve të forta apo edhe të banderolave me përmbajtje raciste. Numri i tifozëve pritet mos jetë shumë i lartë, ndikuar edhe nga thirrjet e grupimeve të ndryshme për të bojkotuar prezencën në stadium ndaj këtij rivali. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.